Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Sot nis nata e parë Fest 64, festivali do të mbajë të gjithë shqiptarët përpara ekranit të RTS duke sjellë muzikën e lehtë shqiptare në çdo shtëpi. Për 4 net të rresht, emocione, surpriza dhe performanca të veçanta do të ngjiten në skenë. Në këtë natë të parë do të interpretojnë 14 artistë, ndërsa të ftuarit special do të ofrojnë momente që do të prekin zemrat e publikut. Një fest e vërtet për ardhësit që nuk duhet humbur. Fshati Asim Zeneli vijon të ruaj përditshmërinë rurale të lidhur ngushtë me bujqësinë dhe blegtorinë. Banorët e kanë kthyer jetesën tradicionale në një mundësi për agroturizëm, duke hapur bujtina familjare dhe duke ofruar produkte vendase. Ali Pashiada dhe vlera e saj për gjurmimin diakronik të kontakteve gjuhësore të shqipes, greqishtes dhe turqishtes ishte tema e leksionit të mbajtur në Universitetin e Qeremçabe nga profesori gjuhësisë historike Dhori Qiriazi. Me mundësinë që i jep projekt i ri, Qiriazi dëshiron të ribotoj Ali Pashiadën e bashkëqytetarit të vet të plotë, të bazuar edhe në dorëshkrimet e gjetura që mund t'japin informacion të panjohur deri më sot. Muzika dhe atmosfera e festave janë bashkuar në një mbrëmje të veçantë artistike në Gjirokastër. Instrumentet e vegjël të Qendrës Kulturore të Fëmijëve Fato Berberi kanë sjellë emocion dhe ngjyra festive përmes koncertit Tingujt e festave, duke treguar talentin dhe përkushtimin e tyre në skenë. Ju njohim tani më gjerësisht. Sot nis nata e parë Fest 64, festivali që do të mbajë të gjithë shqiptarët përpara ekranit të RTS, duke sjellë muzikën e lehtë shqiptare në çdo shtëpi. Për 4 net të rresht, emocione, surpriza dhe performanca të veçanta do të ngjiten në skenë. Në këtë natë të parë do të interpretojnë 14 artistë, ndërsa të ftuarit special do të ofrojnë momente që do të prekin zemrat e publikut. Skena magjike e Pallatit të Kongreseve është gati për të mikpritur natën e parë të festivalit të 64 të këngës së lehtë shqiptare. Në orën 21, në transmetim të drejt për drejt në RTS1, RTS Muzik dhe Radio Tirana 1, do të nis gara 28 artistëve që me performancat e tyre do të kërkojnë të përfaqësojnë Shqipërinë në Eurovision. Në drejtimin e dyshes Arilena Ara dhe Salsano Rapi, në skenë do të ngjiten 14 këngëtarët e parë, ndërsa spektakli do të ketë edhe të ftuar të veçantë. Të ftuarit e sotëm do të jenë po ashtu edhe ato të prezantuar në mënyrë progresive, do ta hapi Elhajda Dahni me një performancë të sajën natën e parë, vetëm kaq mund të them, por pastaj do takojmë edhe sukseset e Shqipërisë më të reja, siç ishte rasti i Eurovisionit për fëmijë, dhe së fundmi do e mbyllim me një artist shumë special, i cili do të performojë edhe nëpërmjet këngës, edhe nëpërmjet pianos. Do të jetë një natë shumë e bukur dhe që do të bëjë dhe, si thua, atë nisjen graduale të këtij kompeticioni të veçantë, special dhe të vetëm në Shqipëri. Producentja e këtij edicioni, Beliuza Çoku, shpjegon se përveç jurisë profesioniste, këngëtarët do të votohen edhe nga publiku. Gjatë këtyre netëve, ata do të kenë të gjitha audienca shqiptare, do të ketë mundësi që të votojnë nëpërmjet SMS-ve, nga Vodafone dhe One që janë kompanitë në Shqipëri, dhe IPCO dhe Vala Ime në Kosovë. Ju lutem, votoni. 50% e këtyre votave do të mbështesin fituesin e ardhshëm për kompeticionin e Eurovisionit, dhe 50% e votave të jurisë do të finalizoj dhe të certifikoj fituesin që do të na përfaqësojë në Eurovision në 2026. Duket se këtë vit artistët do të shfaqen përpara publikut jo vetëm me interpretimin e këngës së tyre, por edhe nëpërmjet performancave. Festivali i këngës të Radio Televizionit Shqiptar do të mbahet në datat 17 deri 20 dhjetor në Pallatin e Kongreseve. Greqia është paralizuar për më shumë se 2 javë nga protestat e fermerëve, të cilët kanë bllokuar akset kombëtare për shkak të vonesave në dhënien e subvencioneve pas një skandali korrupsioni. Fermerët kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë edhe të intensifikojnë protestat nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen nga qeveria. Sot taksi rrugor Kakavi Jani në kryqëzimin e fshatit Kallpaq do të jetë i bllokuar nga ora 19:00 deri në orën 22:00 me orën greke. Vetëm automjetet me emergjenca shëndetësore do të lejohen të kalojnë. Policia kufitare Kakaviu kërkon qytetarëve mirëkuptim dhe sugjeron planifikimin e udhëtimeve në orare të tjera.
Prokuroria e Sarandës ka përfunduar hetimet një vjeçare dhe ka dërguar në gjyq 16 persona për vepra penale që lidhen me narkotikët. Sipas hetimeve të pandehurit të shpërndanin lëndë narkotike në Sarandë dhe Delvin, kryesisht e moshat e reja. 11 prej tyre akuzohen për prodhim dhe shitje narkotikësh në bashkëpunim, ndërsa disa të tjerë për forma më të lehta të veprës, armbajtje pa leje dhe drejtim automjeti në efektin e drogës. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq 16 persona të dyshuar për vepra penale në fushën e narkotikëve. Hetimet, të cilat zgjatën rreth një vit dhe u zhvilluan me metoda proaktive, vëzhgime dhe përgjime, zbuluan se të pandehurit shpëndanin lëndë narkotike në Sarandë dhe Delvin, kryesisht e moshat e reja. Sipas prokurorisë për veprën penale, prodhim dhe shitje narkotikësh, parashikuar nga neni 283-2 i kodit penal, kryer në bashkëpunim dhe më shumë se një herë, janë dërguar në gjyq shtetasit me iniciale JI, MH, PB, EH, MD, OA, FA, XM, SM, DQ dhe ET. Ndërkohë për veprën penale prodhim dhe shitje narkotikësh, sipas nenit 283-1 të kodit penal në forma më të lehta të veprës, janë dërguar në gjyq shtetasit AC dhe ED. Shtetasi AC akuzohet gjithashtu edhe për prodhimin, mbajtjen, blerjen apo shitjen pa leje të armëve të ftohta. Sipas nenit 279-1 të kodit penal, për veprën penale drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt, parashikuar nga neni 291 i kodit penal, pasi janë konstatuar në efektin e lëndëve narkotike, janë dërguar në gjyq shtetasit VK, EA dhe AC. Prokuroria e Sarandës bën me dije se mbetet e angazhuar për hetimin dhe ndjekjen penale të çdo individi, të përfshirë në veprimtari të kundërligjshme të shpërndarjes së lëndëve narkotike. Fshati Asim Zeneli vijon të ruaj përditshmërinë rurale të lidhur ngushtë me bujqësinë dhe blegtorinë. Banorët e kanë kthyer jetesën tradicionale në një mundësi për agroturizëm, duke hapur bujtina familjare dhe ofruar produkte vendase. Mikpritja, natyra e qetë dhe afërsia me parkun arkeologjik të Antigones e bëjnë këtë fshat një destinacion tërheqës për turizmin rural. Ndodhemi në fshatin Asim Zeneli, pjesë e njësisë administrative Antigone në bashkinë Gjirokastër, një zonë që mbart vlera të mëdha historike dhe kulturore. Ky fshat është një shembull i rrallë ku traditat vazhdojnë të ruhen me fanatizëm, ndërsa mënyra tradicionale e jetesës mbetet ende e gjallë në përditshmërinë e banorëve. Asim Zeneli njihet prej vitesh për blegtorinë dhe bujqësinë, të cilat kanë qenë shtyllat kryesore të ekonomisë lokale dhe vazhdojnë të mbizotërojnë edhe sot. Banorët këtu jetojnë në harmoni me natyrën, duke kultivuar tokën dhe duke u marrë merritjen e bagëtive, aktivitete që janë të trashëguara brez pas brezi. Fshati ka shumë tradita, sepse andena ka ardhur banorët e këtij fshati, Trefa e Kurveleshit është e mbushur propë me tradita dhe ato tradita nuk kanë harruar dhe ato kultivohen vit pas viti dhe në çdo familje. Aktualisht banorët e fshatit merren me blegtorinë, shumë pak me bujqësinë, me noj vresht, me ullishten, kanë prodhuar shumë ullinj si vjet dhe kanë marrë sasirat të konsiderueshme vaj ulliri. Kjo tregon që këtu punohet dhe është një lloj mirëqenie. Njëkohësisht për momentin vazhdon nxjerrja e rakis, sepse ne kemi traditë të rakin. Në fund të ditarit do të ndiqni të plot rrugtimin që kemi bërë në këtë fshat. Vijojmë me të tjera informacione. Në Gjirokastër po zhvillohen takime ndërgjegjësuese në shkolla për parandalimin e dhunës në familje. Aktivitetet organizohen nga Policia Vendore Gjirokastër në bashkëpunim me Zyrën Vendore Arsimore Gjirokastër Liboho. Specialistët informojnë nxënësit mbi format e dhunës, pasojat e saj dhe mënyrat për të kërkuar ndihmë. Fokusi i veçantë i takimeve është te të rinjt, pasi edukimi është ndërgjegjësimi i hershëm, janë çelësi për një shoqëri pa dhunë.
Dhuna në familje mbetet një nga fenomenet që kërkon ndërhyrje të hershme dhe ndërgjegjësim të vazhdueshëm. Për këtë arsye, Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastër, në bashkëpunim me Zyren Vendore Arsimore Gjirokastër Libohov, ka zhvilluar takime informuese dhe orë edukative në shkolla të ndryshme të qarkut. Gjatë këtyre takimeve, specialistët e fushës kanë informuar nxënësit mbi format e dhunës në familje, pasojat që ajo sjell dhe mënyrat se si të reagojnë dhe të kërkojnë ndihmë. Është një bashkëpunim permanent gjatë gjithë vitit, sepse është detyra jonë për të ruajtur sigurinë dhe qetësinë nëpër shkolla. Kemi marrë pjesë në takime në shkolla të ndryshme 9-vjeçare dhe të mesme të qarkut Gjirokastër, si nëpërmjet Memaliaj, Gjirokastër dhe vazhdon akoma. Sipas Haxhiajt, të rinjt janë në fokusin kryesor të këtyre takimeve, pasi edukimi dhe informimi i hershëm luajnë një rol kyç në parandalimin e fenomeneve të dhunës në shoqëri. Jemi orientuar te kjo moshë sepse është pjesa më e ekspozuar, po të themi, ndaj këtij fenomeni, por gjithmonë edhe me atë idenë që është dhe ajo moshë që e përcjell mesazhin dhe kudo në shoqëri, në familje. Ndërkohë, këto takime do vijojnë edhe në periudhën në vijim, me synim për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të parandaluar dhunën në familje përmes edukimit dhe informimit të brezit të ri. Ali Pasjada dhe vlerat e saj për gjurmimin diakronik të kontakteve gjuhësore të shqipes, greqishtes dhe turqishtes ishte tema e leksionit të mbajtur në Universitetin e Qeremçabej nga profesori gjuhësisë historike Dhori Qiriazi. Me mundësinë që i jep projektit RID, Qiriazi dëshiron ta ribotoj Ali Pasjadën e bashkëqytetarit të vet, Haxhi Shehreti, të plot bazuar edhe në dorëshkrimet e gjetura që mund t'japin informacion të panjohur deri më sot. Ali Pasjada, poema e delvinjotit Haxhi Shehreti, kushtuar Ali Pash të Belenas, ishte në fokus të leksionit të hapur që profesori gjuhësisë Dhori Qiriazi mbajti për student dhe pedagog të Universitetit të Gjirokastrës. Qiriazi e vendosi theksin tek vlera e saj për gjurmimin diakronik të kontakteve gjuhësore të shqipes, greqishtes dhe turqishtes. Haxhi Shehreti për mua, dhe jo për mua, po e për kolegët e tjerë, historian, gjuhëtarët e tjerë, përbën një, le ta themi, thesar, një pasuri shumë të madhe për historinë e shqiptarëve dhe jo vetëm shqiptarëve, për historinë e shqiptarëve të grekëve, për historinë e Ballkanit. Tash unë si gjuhëtar e smoj më tepër nga ana gjuhësore. Historianët kanë punën e vet, mund të gjejnë fakte historike dhe të tjera. Kur e kam lexuar unë për herë të parë Haxhi Shehretin, i thosha vetes, po ç'është kjo gjuhë? Ku e kam dëgjuar? Ku e kam Pastaj unë ndërgjegjësova që pikërisht këtë gjuhë të greqisë që shkruan Haxhi Shehreti e fliste gjyshja ime ndjes pas. Përveç kësaj, në përgjithësi, kur studiohet kjo vepër nga ana gjuhësore, rezultojnë të dhëna shumë interesante. Për shembull, mund të them që konstruktet, ndikimet reciproke të gjuhëve tregojnë që këta dy popull kanë qenë bashkë, kanë qenë në marrëdhënie të hershme me njëri tjetrin, sepse këto lloj ndikime gjuhësore nuk janë rezultat i një kontakti, le ta themi, të shkurtër në kohë gjuhësore. Përveç kësaj, e admirojmë gjithashtu sepse aty gjejmë frymën e kohës, gjejmë gjuhën e kohës, gjejmë për shembull një numër të madh turqizmash, domethënë element të turqisë në gjuhën greke, po dhe në gjuhën shqipe, të cilat përdoreshin sepse gjuha turke ka qenë gjuhë e perendorisë osmane, gjuhë e administratës. Qiriazi hodhi poshtë dhe paragjykimet se Haxhi Shehreti ishte një njeri i pa shkollë, bazuar në atë se si ai e ka nisur poeman. E kanë konsideruar njëri të pa shkollë. Kam përshtypjen se kjo nuk është e vërtetë. E konsideronin të pa shkollë udhëtarët e huaj. I pari është Martin Liku, sepse ai ka shkruar dhe ka botuar së pari disa vargje të Ali Pasjadës, e konsideron të pa shkollë sepse në atë periudhë si njerëz me shkollë konsideroheshin ata që e njihnin greqishten e kultivuar, greqishten e librave, jo greqishten që fliste populli. Haxhi Shehreti ishte njëri që fliste greqishten popullore dhe ai në atë gjuhë shkruante dhe pikërisht sepse shkruante në atë gjuhë, këta mendonin se ai nuk dinte greqisht. Tani kjo histori në një farë mënyre është
ky koncept, le ta themi, ky paragjykim, në një farë mënyrë është përmbysur sepse vetë studimi i Alipashiadës, i vargjeve, ku në hyrje për shembull, Agji Sehreti shpeshherë thotë që unë mora laps e kalem, ose mora laps, si e thot, mora myre qepe e kalem, diçka e tillë s'më kujtohet mirë tash, dhe thot fillova të shkruaj. Kur ky vetë thot që unë fillova të shkruaj, duhet thot që dinte të shkruante, sepse përndryshe s'ka përse thot që unë fillova të shkruaj. Domethënë ka të tilla fakte nga vetë poema që hedhin poshtë këtë paragjykim. Me mundësinë që i jep projekti i ri, Qiriazi dëshiron të ribotoj Alipashiadën e bashkëqytetarit të vet të plot bazuar edhe në doshkrimet e gjetura që mund të japin informacion të panjohur deri më sot. Muzika dhe atmosfera e festave janë bashkuar në një mbrëmje të veçantë artistike në Gjirokastër. Instrumentistët e vegjël të Qendrës Kulturore të Fëmijëve Fato Berberi kanë sjell emocion dhe ngjyra festive përmes koncertit Tingujt e Festave, duke treguar talentin dhe përkushtimin e tyre në ske. Instrumentistët e vegjël të Qendrës Kulturore Fato Berberi në koncertin Tingujt e Festave promovuan talentin, përgatitjen e tyre dhe i falën më shumë gjallëri atmosferës festive në qytetin e Gurt. Programi përfshiu pjesë muzikore të interpretuara nga fëmijët në piano, violinë dhe kitar. Aktiviteti që është shumë i bukur që bërëm sot, neve dolëm shumë mirë, grupi violinave i bëri të tëra pjesët shumë bukur, edhe në përgjithësi ishte një aktivitet shumë i bukur festiv për festat e fundvitit. Unë paraqita me disa pjesë, me violin, me bareshën, me kolazhet e filmave shqiptar, edhe me pjesët e vitit të ri. Si prind jam shumë emocionuar, pjesë kisha të dy fëmijët, mendoj se aktivitetet të tilla rikthimin në skenë të fëmijëve dhe nxitjen dhe suportin e talenteve të reja, mendoj se janë një aset për qytetin. Luvianola Haska, instruktore violinës, u shpreh se performimi i fëmijëve ishte një punë përgatitore e bërë me tepër pasion nga ata. Këtë aktivitet ne përcollëm emocione besoj shumë të bukura nga fëmijët. Ata interpretuan me shumë përkushtim. Besoj se ndihet dhe vetë hyrina ndoqët atmosferën festive që neve kishim në këtë skenë. Ju urojmë të gjithëve një vit sa më të mbar 2026. Përgjatë kësaj periudhe të festave të fundvitit, Qendra Kulturore e Fëmijëve Fato Berberi ka organizuar një kalendar të veçantë aktivitetesh kulturore. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim. Ndodhemi në fshatin Asim Zeneli, pjesë e njësisë administrative Antigone në bashkinë Gjirokastër, një zonë që mbartë vlera të mëdha historike dhe kulturore. Ky fshat është një shembull i rrallë ku traditat vazhdojnë të ruhen me fanatizëm, ndërsa mënyra tradicionale e jetesës mbetet ende e gjallë në përditshmërinë e banorëve. Asim Zeneli njihet prej vitesh për blegtorinë dhe bujqësinë, të cilat kanë qenë shtyllat kryesore të ekonomisë lokale dhe vazhdojnë të mbizotërojnë edhe sot. Banorët këtu jetojnë në harmoni me natyrën, duke kultivuar tokën dhe duke u marrë merritjen e bagëtive, aktivitete që janë të trashëguara brez pas brezi. Fshati ka shumë tradita, sepse andena ka ardhur banorët e këtij fshati, Treva e Kurveleshit, është e mbushur propë me tradita dhe ato tradita nuk kanë harruar dhe ato kultivohen vit pas viti dhe në çdo familje. Aktualisht, banorët e fshatit merren me blegtorinë, shumë pak me bujqësinë, me nojvresht, me ullishten, kanë prodhuar shumë ullinj si vjet dhe kanë marrë sasira të konsiderueshme vaj ulliri. Kjo tregon që këtu punohet dhe është një lloj mirëqenie. Njëkohësisht për momentin vazhdon nxjerrja e rakis, sepse ne kemi traditë të rakin dhe përdorim shumë edhe për miqt edhe në evente të ndryshme, dasmë, fejesa. Dhe kjo është një traditë e hershme që kultivohet prej kohësh në Asim Zenel. Në dimër, ato familje që kanë blegtori, merren me blegtori. Kryesisht, ato nuk janë shumë të mëdha, po dikush ka disa dhënë, dikush ka një lop, edhe atje shikojnë të ardhurat ekonomike të familjes.
se pjesa më e madhe kanë emigruar. Të themi realisht këtu kanë mbetur familjet këtu janë me 1 dhe me 2, domethënë vetëm burrë grua, kryefamiljarët, njerëzit në pension, disa pjesa tjetër është edhe shkolla. Unë kam qenë drejtor këtu në shkollën e mësues në shkollën nënveçare, unë mbaj mend ka pasur 120 nxënës. Tani shkolla ka 3 nxënës, edhe 1 mësues. Kështu që ka rënë në këtë drejtim, ka rënë shumë. Po për sa i përket traditës familjare, ajo qëndron e fortë, e pa lëkundur, dhe kudo që të shkëresh në gjitha familjet e fshatit Asmenel, e gjen këtë traditë e ndesh. Jo vetëm fshati jon, po përgjithsisht zona rurale ka mësuar një goditje, le të themi. Goditja vjen nga që janë larguar breziri dhe këtu si kudo, këtu kanë mbetur brezi i vjetër. Kur the brezi i tret, shprehja i vjetër është e gabuar. Kam ngelur brezi i tret, domethënë brezi im e lartë. Një pjesë e tyre të cilët janë të ri, të moshës deri në 30 vjeç, mbajnë bagti. Janë 3-4 tufa, të organizuar nga 350-400 krejë, ndërsa pjesa tjetër mbajnë për hir të traditës së ndjeshme, për hir të asaj që në fshat duhet mbajtur, po spatin në fshat një blegërim, do të thotë nuk është më fshat, po nuk është as qytet. Kështu që pjesa dërmuese në këto baçet që kanë, mban 10, 15, 7, 8. Të gjitha këto janë për konsum të brendshëm, nuk janë për treg, nuk janë për të fituar. Fitimet e të gjithë, ose jetesa e të gjithë fshatit e bashkëfshatarëve të mi, mbështetet mbi pensionet, mbështetet mbi të ardhura të pakta që bëjnë nga baçet, nga bagëtia, dhe pjesa dërmuese kanë emigrant. Megjithatë, Asim Zeneli ka mbetur prapa ai që ka qenë. Një Asim Zenel, një fshat i cili për hir të së djeshmes vazhdon në ritmet e tij për të jetuar, për të punuar, për të organizuar. Që ku shkrua ka që kooperativë bregtorale, po thua se kooperativë e parë në Republikë për këtë punë. E shpjegoj këtë bregtori deri në prishjen e sistemit, edhe pas prishjes vazhdojnë akoma, ka tufat përqendruara, më thënë, ka edhe në këto që thonë, shtëpijake, jo lop, jo në i shelek, në i delë, në i kështu. Përsa i përket pasaj, më thënë, kjo është një ekonomi ndim se kote fundit ka një rritje të madhe përsa i përket ullirit. Fshati edhe agrume, po jo masivitet, gjera të vogla, po megjithatë ka edhe agrume, filluan të bëne, se nuk bëne gjë këtu më përpara. Po breshta ka? Edhe breshta ka, më thënë pjesë të tjenë në 20 hektar breshta. Dimri tani në fshati i vështirë është, më thënë pse, se duhen drupët të ngrohur, ndryshon me beharin, se behari, si i thonë, është më ndryshe. Po janë në mëngjes, në fshat, më thënë, po thua se masive është kjo punë, kanë nga tek tuk në i lop, kanë në jedhi, kanë në gjëkështu dhe dalën, më thënë. Përveç traditës dhe punës së përditshme, fshati ka nisur të njohë edhe një zhvillim të qëndrueshëm turistik. Bujtinat familjare të hapura nga vetë banorët po tërheqin gjithnjë e më shumë vizitor, jo vetëm gjatë verës, por edhe gjatë stinës së dimrit. Turistat vinë për të përjetuar mikpritjen tradicionale, ushqimin vendas dhe qetësinë që ofron kjo zonë, duke kthyer Asim Zeneli në një destinacion në rritje në jug të vendit. Kam 5 vjet që e menaxhoj këtë bujti dhe jam shumë i kënaqur. Punët më kanë ecur mirë 5 vitet, edhe këtë vit, që u quajt pak vit i vështirë, por unë nuk e kam patur të vështirë, jam i kënaqur dhe janë hapur dhe bujtina tjera në fshat, sepse fshati jonë ka një veçanti, ka një strukturë shumë të moderne, me rrugët, me shtëpitë në dy anë, nuk ka problematika të ndryshme se ku të parkosh makinën apo ku të kalosh. Dhe kjo u jep mundësinë turistëve që të vinë pa siklet. Po njëkohësisht u krijon mundësinë turistëve që të prekin gjërat bio, ushqimet bio, të cilat ne të vemi prapë tek tradita që përmendëm në fillim, i kemi në baqet tona të freskëta. Biles edhe tani arrin një pjesë e tyre, sepse këtu më para s'bëj fjalë për olli, portokal, limonadë, ndërsa tani nga do që të vesh, këtu ndeshës njësosi në Bregdet. Kjo
na ka dhënë një favor dhe unë i kam shfrytzuar këto favore që më ka dhënë natyra në fshat dhe jam shumë i kënaqur me turistët dhe turistët janë shumë të kënaqur me mua. Kështu që unë e vlerësoj shumë turizmin si një mënyrë në fshat për të jetuar më mirë dhe në mënyrë komode. Vinë vetëm në verë apo ka edhe në dimër? Në verë sigurisht që vinë shumica, por edhe në dimër vinë. Ka rëndësi që turizmi nuk shuhet në asnjë muaj të vitit. Turistët që vinë këtu mësojnë nga traditat tona, por njëkohësisht edhe ne mësojmë nga kultura e tyre, sepse u ata 5 vjet dhe unë fillimisht gjuhën e huaj anglishe e kisha trashëguar nga shkolla, por nuk e kishin përdorur. Dija në masën 30%, por tani unë kam në masën 70%, një komunikoj shumë mirë dhe në biseda nuk e kam problem fare dhe duke komunikuar kuptohet që bëhet dhe transmetimi i kulturave. Unë nuk flas për kulturën e vendit tim, prandaj nga ata më flasin për kulturën e vendit tyre dhe kështu shkëmbejmë. Pra nuk është vetëm ana monetare. Shumica e shqiptarëve që largohen nga edhe fëmijëve, djemve të rinjve që largohen nga fshati dhe nga qyteti, bëjnë shumë mirë që ikin për momentin, sepse krijojnë një mundësi ekonomike që këtu nuk e krijojnë dot. Por me të krijuar këtë mundësi ekonomike, unë i sugjeroj që të rikthehen në vendin e tyre dhe të investojnë. Si që investova unë, të investojnë dhe ata ato lekë fitojnë dhe zhvillimin mos ta çojnë në vendet ku kanë vajtur, po ta çojnë në vendet ku kanë lindur dhe ku kanë jetuar. Nëse do gjykoj me koncepti që a ka bazë në Asim Zenel për të bërë agroturizm, apo a ka për të bërë turizm, unë them ka pasur, ka dhe do të ketë. Pse? Sepse shkalla e emancipimit, niveli kulturor, mënyrë e organizimit të fshatit, vetë ambientet i kanë bërë njerëzit, janë të atilla që janë të përshtatshme që turistët të vinë dhe të gjejnë një komoditet të arsyeshëm. Dhe përgjithsisht këtu ka filluar. Janë 4-5 bujtina, të cilat në një farë mënyrë eci normalisht mirë, dhe unë shikoj në logjikën e bashkëtarëve të mi, shikoj që të gjithë duan të synojnë, jo të gjithë, po pjesa dërmuese, ata që me të vërtet kur të vijë një turist ta kënaqë, të provojnë diçka të re nga gatimet tradicionale apo nga gatimet shqiptare, të gjithë kush ka ardhur e kanë pasur gujidën e tyre. Në fshat, në zonat lartë Antigone, tek Kuajt, ka tani po bëhet manastiri Spiles, ka vetë atraksione të tilla me të cilat mund që ata që vinë të gjejnë mundësira për të parë diçka të re edhe për të ndikuar pozitivisht në ecurinë ekonomike të vetë Antigones. Mes punës në bujqësi dhe blegtori, banorët kanë gjetur mënyra për të kthyer mikpritjen dhe jetën tradicionale në vlerë të shtuar për turizmi rural. Bujtinat familjare, produkte të vendase dhe natyra e paprekur po e bëjnë këtë fshat gjithnjë më të vizitueshëm, edhe jashtë sezonit veror. Një dëshmi se fshati kur mbështetet tek traditat dhe përkushtimi i banorëve ka potencial për zhvillim dhe të ardhme të qëndrueshme.